Martesat po përfundojnë gjithnjë e më shpesh me divorc, duke e kthyer këtë në një fenomen shqetësues vitet e fundit. Shkaqet që çojnë çiftet drejt ndarjes janë të shumta, që nga gjendja e rënduar ekonomike, mungesa e komunikimit e deri tek ndarja faktike. Avokatja Entela Dvorani, e cila ndjek prej vitesh çështje familjare në gjykat, shprehet se pas pandemisë është vënë re një rritje e frikshme e kërkesave për zgjidhje martese. Edhe pse pandemia arriti që sikur davariti tani gjendjen, konsekuencat e reja kanë sjell atë pasojën ekonomike që gjendja e durimit brenda familjes ka mbaruar. Mungesa e mirëbesimit është faktori bazë, por nga buron mungesa e mirëbesimit nga të gjithë faktorët shoqëror. Sipas avokates, më të shumtët janë emigrantët që kthehen vetëm për të formalizuar divorcin me partnerin që jeton ende në Shqipëri. Ne kemi çifte që kanë 2, 3, edhe më tepër vjet të veçuar fizikisht, që kryejnë marrëdhënie të dyta në martesa të dyta, në bashkëjetesa, dhe kur vinë thonë kemi 4 vjet të ndarë, kemi 7 vjet të ndarë, unë jam në Greqi, ajo është në Gjermani, ose Anasjeltas. Dvorani shton se së fundmi nuk mungojnë as rastet e çifteve mbi 70 vjeç që kërkojnë shkurorzim, shpesh për arsye nga më të pazakontat. Po vinë çifte në moshë. Domethënë është abuzive ta mendojmë që në këtë 20 vjeçar të pretendojmë që në divorc të vi bashkëshorti që nuk duron bashkëshorte pasi i kanë fëmijë të rritur. Sipas të dhënave zyrtare nga gjykata e Korçës, në vitin 2023 u regjistruan 402 kërkesa për divorc, ndërsa në vitin 2024 kjo shifër u rrit në 750. Për vitin 2025, tendenca është që numri i kërkesave për zgjidhje martese të vazhdojë të rritet.